Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, do të vazhdojmë sonte me lenin Allahut të mënduar me adhurimin e radhës dhe sekretet e tij, pas që deri më tani kemi marrë çështjet që kanë të bëjnë me pastrimin, pastaj namazin, kemi marrë dhe agjërimin para Ramazanit, dhe tash në rikthim pas Ramazanit vazhdojmë me adhurimin e radhës, duke përmendur sekretet dhe kuptimet e këtij adhurimi. Sonte do të flasim për zakatin. Zakati është një prej shtyllave të Islamit, sikur që dini, dhe është përmendur 10 herë në Kur'an. Autori e fillon trajtimin e zakatit duke anashkaluar çështje që kanë të bëjnë me dispozita dhe rregullat, pasi thotë ky nuk është libri i fikut, edhe këto rregulla i gjeni te librat e fikut. Mirë po, prapse kapët për një rregull caktuar të fikut juridik që ka të bëjë me zakatin, dhe prej tij tash e fillon trajtimin e temës së zakatit. Përmend që prej kushteve të zakatit, kjo ka mos pajtim të dietarët, por shumica e dietarëve e kanë mendimin se nuk lejohet të ndërhyet në mënyrën e shfrytëzimit të zakatit të fukaraja. Për shembull, nëse njëri ka më dhënë parë, nuk guxon që me ato parë mi blej çka fukaras, në amë të se ai nuk din me shfrytëzuar. Është ndaluar zakati, duhet me qenë dorë me çka ti e nxjerr zakatin. Edhe pastaj fukaraja din çka bën me ta. Po ju na t'ia imponojmë çka ai ka më vënë me atë çka ne kemi dhënë zakat. Disa kanë luar kët me arsye se qëllimi është, domethënë, të përmbushën nevojat e fukaras. Dhe në çfarë mënyrë që përmbushën më së miri nevojat e fukaras, që ajo është e kërkuara. E autori për këtë fillon trajtimin dhe thotë se përmbushja e nevojave të fukaras është njëra prej urtësive, po jo krejt. Dhe pastaj fillon me për urtësitë, për treguar se njohja e urtësive të adhurimeve është shumë e rëndësishme edhe në zbatimin e tyre. Madje edhe në jetësimin, edhe në manifestimin e këtij adhurimi në jetën e përditshme. Nga se njerëzit të ndërruar vëllezër mendojnë se çdo adhurim mund të nënshtrohet analizave mendore. Dhe domethënë konkluzat pastaj racionale që dalin nga ajo përpjekje dhe nga analizë e çatojnë ato që kërkohet nga adhurimi. Jo gjithmonë ashtu. Jo gjithmonë ashtu. Na jemi të bindur se çdo adhurim e ka urtësinë e vet. Çdo adhurim e ka dobinë e vet. Mirë po, a duhet domosdoshmërisht kjo të dihet përmes mendjes? Jo. Andaj thot autori këto duke filluar, thotë se prej, domethënë, obligimet fetare janë 3 lloje. Këtë obligimet fetare, po merren ndalesat fetare, janë 3 lloje. Lloji i parë është ai që ka të bëjë vetëm me adhurim. Domthonë tash adhurimi është gjithçka. Po kur flas për adhurimin është thjesht test i nështrimit. S'ka kurrë për të kësaj. Çdo tendencë me e deshifruar ndryshe çet për sistemin tonë. E bën shembullin e hudhës gurva, Për shembull, pse në këtë vend, a pse kjo? Na bojnë tash aty analiza ka gjyt Ibrahim alayhis salam edhe shejtani, po na dim që shejtani aty s'është apo më mu gjujt, ama simbolike e kësaj është thjesht nështrimi. Pse 7 gur, jo 10 gur, nuk dim. Nëse për shembull tash e përdorim mendjen, nëse për shembull kishim me kohë 10, nështë kishim me e godit shëtonin më shumë, nëse kishim me kohë pak mjafton me qaq. Këto analizat e prishin adhurimin. Ose për shembull në hinë analizat e deshifrimit të numrit të rekateve. Për shembull dreka 4, pse 4? Tash na mundu me zbulu pse 4, e në bazë të zbulimit pastaj edhe me përsaktu, pastaj edhe mënyrën e adhurimit. Nuk mundem. Për shembull të ndozën.
Nëse kishim me i dhonë namazit përshkrim shëndetësor, edhe kjo është urësia ati, padyshim se pasaj nuk do të ky përshkrim përputhje me formën atë. Për shkak se nëse me një ruku të nej shnet arrihet, atë i bëjmë 2 edhe tani halama shnet bëhen apo më. Nëse shnet është apo. Ajo që na kena ardhur konkluzën. Kjo është nështrim. Allahu Azza ka sprovu më unë nështru. Pas kësaj vijnë tjera apo. Kjo është domthon çështja e rëndësishme. Çka dalin pe kësaj punë tjera janë ansore. Po kategoria e parë e adhurimit është thjesht adhurim. Ti je i sprovuar me këtë pikë. Ti nështrosh Allahu te barekuhu teala duke ja dëshmuar Allahu te barekuhu teala te kalimin e mendjes e pshet krejt qenjes tënde në dorëzim të Allahut mënduar. Që ky dorëzim është i kërkuar, çe kaq. Allahu do të thonë po duhet po kam dorëzosh. Të dorëzosh ashtu sikur unë kam kërkuar. Edhe atë kur ti se kupton se po dorëzosh, në kuptim të arsyeshmërisë së adhurimit, në kuptim të urësive të adhurimit. Ndërsa kushzimi i nështrimit me njohjen e urësive nuk është domethënë tregues i kalimit të testit. Andaj thotë e para ta'abbudun mahd. Është thjesht veç për adhurim. Thjesht vetëm për nështrim. Që njeriu realisht të pastrohet nga gjitha pengesat dhe të mbetet rob i pastër i Allahut, i nështruar pa kushte dhe pa asnjë kushtëzim të kuptimit të asaj pse na bëjmë këtë punë. Çështja e dytë thotë është e kundërta e parës. Është për qëllim i realizimi i interesit caktuar, edhe pse nuk përmbahen rregullat e caktuara të adhurimit. Pse s'ka rregulla. Për shembull, tek çështja e hudhjes së gurve ka rregulla. Për me jetësu qatë obligim, duhesh edhe rregullat me zbatuar. Nuk kime gjujt në xhemerat, kime gjujt që ditë, kime gjujt 7, keq ka. Këtë kjo është, kurse më shpëton një pako që e përbën në nështrimin. Ka adhurime tjera, kërkesa që Allah i ka kërkuar një obligime, të cilat për shembull nuk janë të kurzuara me formë, me mënyrë, më rëndësishme është të realizohet. Nga se interesi është në realizim. Është e kundërt të parës. Si për shembull ka këtu autori ka sjell për shembull kthimin e borxhit. A ka një manifestim të posaçëm fetar që kthejmë borxhin diku? S'ka hapta. Aja qenë për mestina, aja qenë me posta, me bank, apo më është aja sa më rëndësia, më rëndësia që të kompenzohet borxhi që ti e ke marrë për dikujt. Ose për shembull, sikurse e ka pranë prapë autori, domethënë nëse ka ndonjë mall të uzurpuar, do të më kthyehet malli apo. S'ka aty diçka më thonë që tash na duhet të më nështruar, s'ka këtu. Allah ka kërkuar këtu me kry obligimin, pse i ke hin hak njerit ose e ki hak me latë njerit apo. Dhe lloji i dytë i adhurimeve është thot murakab. Nga dyjat ka të bëj edhe me interes të birit të adhimi njeriut, por është edhe adhurim. Domthonjë që nuk ka mundësi me i dhon një kahje kompleta. Për shembull thonë që zakati që do të thotë për të autori është thjesht veç adhurim. S'ka këtu kurfar domthonjë ndërhyrje për me shikuar interesin e birit të adhimit. Nuk ka kështu aftë. Po nuk është e krejt veç qysh më i bëj dikujt mirë se nuk më rëndësi adhurim. Jo është më rëndësi. Për shkak se Allahu ka kurzuar sasin, ka kurzuar llojin, ka kurzuar cilësinë, ka kurzuar Allahu azza wajel kategoritë, kjo është pjesë e adhurimit. S'mund të më ndërhyj aftë. Tash na për shemb më thon Allahu ka kurzuar 8 kategori, po tash 5 pyetje janë për këtë kohë. Na i zavozojmë 5 tjera. Zban Allahu. Kimi lyp që tash janë, kimi Allahu thon. Apo po. Prandaj këtu janë 3 lloje të adhurimit, dhe thot autori se zakati bën pjesë që tuapën. Edhe namazi bën pjesë që tu, edhe haxhi bën pjesë që tuapën. Në çet dytën apo. Në ku namazi është edhe obligim trupor, me trup bëhet, ku njëri ka përfitime direkt në këtë punë, por është edhe obligim që jetësohet imani dhe nështrimi ndaj Allahut të madhnuar. I përmend këto 3 sene, domthonë për më na mësu se çysh duhet na me i kuptu sekretet e adhurimit. Don ka raste kur sekreti i vetëm është nështrimi. Ka raste kur sekreti është i ndërlidhur me përfitimin. Dhe ka raste kur të dyja janë të kombinuara, mes domthonë nështrimit edhe mes përfitimit. Dhe shembull për këtë ka pru zakati. Zakati përfiton fukaraja, por ka nuanca të adhurimit të shumta dominuese në këtë adhurim që
nuk e lojnë këtë veç me domenu përfitimi. Dhe sikur me kon për shkak veç përfitimi me kon, atëherë kështë po them kushtimisht me pas mos i dikush me e rrit dozën e zakatit apo. Këtë ku kanë nevojë më apo 5%. S'mundesh apo. 2.5 ka ballazhin. Të mush udhëheci mund më apo obligim formatira të dhënjes me nëmën diçka, po janë me zakatin. E ka caktuar Allah 2.5 ka marr fund apo. Ose për shembull me anulu ndonjë rregull të zakatit, për shkak se përfitimi arrihet më shumë përmes anulimit. Nuk i drejtë apo. Tash ka edhe në shtrim, ka edhe përfitim apo. E mas kësaj tash autori me që e përmend se janë dy anë që realisht e përbëjnë atë sekretin e adhurimit të zakatit, i drejtohet tash dy palëve pjesëmarrëse në jetësimin e zakatit. Dy palë të cilët dhënësi dhe marrësi. Dhënësi dhe marrësi. Dhe dyve tash ju përcakton qasjen që duhet ta kenë karshi këtij adhurimi. Dhënësi duhet që realisht ti kupton disa urtësi, disa kuptime që kanë me zakatin, e të cilat i mundsojnë pastaj jetësimin e këtij adhurimi me dy kombinimet, edhe të adhurimit edhe përfitimit, pastaj flet edhe për marrësin, për përfituesin, se edhe ai ka obligime karshi zakatit apo. Edhe në dhënje ka rregulla, edhe në marrje ka rregulla apo. Andaj thot mas pari e ndan në detyra. Detyrat e dhënësit të zakatit. Çfarë detyra ka ai? Thot detyra e parë është ta kupton qëllimin e dhënies së zakatit. Pse Allah ka lypëti me dhënë zakat? Edhe këtu për shembull e përmend se janë tri qëllime kryesore që duhet dhënësi i zakatit mi pas parasysh. Thot e para, Allahu xhallahu ala në dhënjet e pasurisë rreth e ka sprovu robën që përmes dhënies me dëshmu se e don Allahun më shumë se pasurinë e tij. E para që është. Dhe Allahu xhallahu na ka sprovu në forma ndryshme që përmes përgjigjes ta dëshmojmë se e dojmë Allahun azza më shumë se gjithçka. Pra në sabah as-salatu khairu min an-nawm, me kallu se du më shumë Allahun se gjumin atë. Po që ashtu edhe në xhumë, fas'au ila dhikrillah, nxitoni me përmend Allahun. Për shkak se tash Allahu është më i rëndësishëm se sa ajo çfarë duke bërë. Në kuptim ti përgjigjeni thirrjes së Allahut me shkuën në xhami. Edhe zakati është një lloj i kësaj përgjigje. Allahu të ka thirrë ti përgjigjesh Allahut azza wa jall në dhënë e zakatit në mënyrë që e ka kërkuar. Se sadakaja të ndërmjet nuk ka zakati. Sadakaja për mund njëri me dhon kur ti ka punë, çka don, çysh don, është sadakaja, është çfarë është që do të marrë më unë, është pjesë e kësaj që e dëshmon dashin, po jo sikur zakati. Zakati është komplet, domthon me rregulla që ti veç kimu përshtat, ti veç kimë unë nënshtru. Pa pas mundësi me ndry në asnjë nga rregullat e zakatit. Andaj diçka që është realisht detyrë e jotja dhe ti e bën me zell dhe përpikmi deri në fund, realisht është treguese e don Allahun te barekuta nga se në zbatimin e zakatit nuk ka ndryrë asnjë element të epshit apo. S'ka ndërhyrje. Por fakt se këtë është sipas asaj që Allahu xhallahu ka kërkuar. Thotë e dyta është në pasoj është që besimtarët të pastrohet në vazhdimsi nga cilësia e kooperacisë. S'me kon kooperac, edhe pse ka shumë udhëzime për pastrimin nga kooperacia. Normal nuk ka vetë zakati, po zakati një nga ato më të fuqishme, më të rëndësishme që besimtari, domthonë në vazhdimsi i përgjigjit Allahut te barë. Në këtë përgjigje ka edhe dashni, ka edhe pastrim. Sikur se Allahu xhallahu ka përmend domthonë në surën El-Lejl, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jap nga pasuria e tij për tu pastru. Shikoj, jap për tu pastru, për ta pastru zemrën e vet. Nga kooperacia, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi, domthonë edhe kjo është një synim që duhet besimtari me e pas parasysh kur të jap zakatin e tij, që të pastrohet. Nëse nganjëherë për shembull të ndrozur ka mundësi që njëri në dhënje ta rrit fatkeqësisht nivelin e kibrit apo. Jo ta ul apo. Ka mundësi apo. Ai tash obligimin e ka kry. Mirë po, a ka rrit qëllimin që obligimi është kërkuar të kryhet? Jo apo. Për shkak se është kërkuar të pastrohet, e jo të
të ndoshta smuhet zemra ose të ndytet më shumë se që ka qenë apo. Pastaj është edhe e treta, falëndrim ndaj Allahut për pasurinë që ka apo. Në dhënia e zakatit është falëndrim. Alhamdulillah që më ka dhënë, dhe Allah ka kërkuar që ky falëndrim të jetë në këtë mënyrë, ta japësh pasurinë e zakatit. Kjo është çështja e parë që ka me dhënien e zakatit që ndëlidet me kuptimin e drejtë të dhënies. E ky kuptim ndërtohet në këto 3 shtylla kryesore. Ka tjera, po autori ka përmendur këto 3 shtylla kryesore që ndëlidhen me kuptimin e drejtë të dhënies së zakatit. Dashuria ndaj Allahut, pastrimi i zemrës dhe falërimi ndaj Allahut xhallahu ala, domthonë për begati që Allahu t'i ka dhënë. Thotë detyra e dytë që ka dhënësi i zakatit, që ka bëj me urtësitë e zakatit dhe që ka bëj me objektivat e zakatit, thotë është që ta jap sa më fshehurazi është e mundshme. Në çfarë kuptimi fshehurazi? Jo me dojnë publik, me unë që pjallë këtina, ose dikun për para, me më shef, zakati është adhurim që bëhet haptaz, po haptaz në mënyrë të menaxhuar, jo në mënyrë të hapur kështu, sikur se edhe namazi. Namaz njëri e falë, po e pse del namaz me xhamat, e kërkuar është ta lufton rion. E pse shumë publik namazi, po megjithatë do të më luftuar rion. Edhe këtu. Madje thot autori, shikoni dietarët sa kanë qenë precizë në ndonjë që për çdo situatë më ndallon zgjidhje, edhe insistojnë që veprat e mira sa më tepër të jenë të fshehura, mund të pa deklaruara. Tash nëse i ke dhon fukaras ose në kodrat e 8 kategorive aty që duhet më dhon zakat, e ke dhon, e ka kuptuar që ajo palë që është përfituar zakatit, ti e ke zakatin. Mor fund. Nuk ka nevojë tani me kuptuar dhe pala atë që s'ka lidhje me përfitimin nga ky proces, me kuptuar që ti e ke dhënë zakatin. S'ka nevojë me ditë apo. As sa ke dhënë, as kujt e ke dhënë. Thotë, nëse është e kërkuar për ndonjë arsye të caktuar që të jetë publike, për shembull me ditë që ai ke dhënë zakatin, për shembull udhëhet si të pyet, ose për shembull me caktuar njerëzit me shkarku nga ndoshta paragjykimit e caktuara, thot atëherë një sasi të vogël të zakatit jepja kujt do fukaraja, që në fotografinë e jashtme të dukesh se ka dhënë. Pjesën e mbetur vazhdo me dhëmë fshehur azafton. Kanë nuk është ti ki presion me dhon publikisht. Okej, po mos e jap tash keq ashtu pse ki. Ruajeni pjesë prapse pra mbet e ruajtur dhe e mbrojtur nga riaja apo. Për shkak se të ndrozur riaja është shumë rrezikshme, shumë perfide. Domthonë depërton në mënyrë të pavrit në adhurimet tona. Njëri nuk e vren fare ka hen riaja apo. Nuk e vren fare apo. Andaj edhe dietarët kanë qenë domthonë shumë rigoroz në shumë aspekte në komunikimit mes palës dhënëse dhe palës përfituese, që pala dhënëse të jetë e ruajtur nga riaja apo. Deri në atë mos që kanë mos thuaj as do me u për ty apo. Mos i thuaj apo. Mos kurzo kurrë, mos kërko kurrë me të jepi edhe atë apo. Për shembull apo. Ose ai hadith që ka thënë pejgamberi që njëri ka dhënë natën e ka dhënë fshat para, ai ka gabu. Nga kujdesi nga riaja e ka jap, për shembull i ka jap pasanikut, i ka jap lavires apo marr. Po se ka qortu pejgamberi në këtë dhënie apo marr. Po ka treguar don se njëri sa e ka rujt, sa dekon edhe sa e ka rujt zakatin e tij. Prandaj të ndrum zakati duhet me kon dhënie e fshehur në esencë, nga se esenca është pastrimi. E pastrimi nuk mund të jetë i mundshëm para sa je i ekspozuar. Sikur se për shembull plaga. Plaga duhet me komu e pshtelt. Sa është e qelt nuk shnohet atë, se mund të infektu, don është e ekspozuar që ndonjë baktere, ndonjë diçka më e prek edhe normal. Do të më shef. Që është zemra. Sa më tepër ekspozohet zemra publikut në momentet e adhurimit, rrezikohet që të preket nga virusat e sifacisë, e virusat e dëshirës për autoritet, e famës e kështu me radhë. Prandaj kërkesa është me dhon zakatin, nuk mund me dhon këtë mshef, nga se do të ketë palë që ka me përfitu, mirë po të mundohemi me e maksimalizu, do mënë sekretin, me e minimizu publikimin, sa të ki mundësi. Në momentin kur i detyru me e publiku, atëra publikoja formalisht, nështë pjesa e mbetur e tjetë prap në kanalet e fshehura të dhënies. Gjithashtu thotë, prej detyrave të dhënësit është që mos me e shoqëru dhe mos me e pasu, as gjatë dhënies e as pas dhënies, mos me e shoqëru dhe as mos me e pasu dhënien me përmendje ndaj fukarasave. Ta komë dhonë, të komunimu, ta patadhonë, jo kështu.
kjo bjen ndesh me urtësitë e zakateve. Nga se një nga urtësitë e zakateve që dietarët kanë përmend është edhe që të largohet hasedi apo mes njerëzve. Të largohet hasedi mes njerëzve. Pse? Sa ai për shembull zakonisht ai që s'ka e xhelozon ato që ka. E ai që ka kur t'i jap këto burrë për të punuar për. Don e ul nivelin e hasedit. Don e ul nivelin e hasedit. E ta nëse me një aspekt me dhënje të me ul hasedin e shton poshtnimin e nënçmimin e kibrin, çka ke bëu? Prandaj thot nuk duhet me e prish, nuk duhet me njollos dhënjen me përmendje. Dhe këtu tani bjen disa arsyetime edhe logjike të bazuara në argumente pse nuk duhet më përmend fukaras ose ku do të çikeni mu, ose ku do të çike dhon, ose ku do të çike dhon. Unë po përmend fukaras si një kategori që përfaqëson këtë kategori tjera, do të thonë apo ku ke dhon. Me rëndësi e ka mbërë atë kategorive. Po ku do të çike dhon s'bën më përmend apo. Çike dhon. As më ngushtuan njerëzit që ju ke dhon. E këtu tash përmend edhe arsye pse nuk bën. Jo vetë ato që ishin më herë domon të rrugës së zemrës, jo. Po edhe argumente logjike që ti nuk takon më përmend apo. Zakatin. Nuk takon më përmend. Për shembull, thotë nuk duhet me pa veten se i ka bën mirë fukaras, po me pa veten se i ka bën mirë vetvetes. Apo. Andaj fukara në këtë rast është një palë që të mundson ti me përdu për mesina. Ju ai për mes teje apo. Don, se ti ke përdu për shembull, pse ke përdu për mes fukaras? Për shkak se e ke kryer një obligim të madh tek Allahu Azza ti ke pështuar apo, e ke pasur pasurinë, e ke shkarkuar nga përgjegjësia, e kështu me radhë. Ti e ke parë apo. E dyta për shembull, ai ka marr parat ose çai ka dhënë zakat, ti ke marr sevapin. Ti ke marr më shumë se ka marr ai apo, për shembull. Ai ka marr pjesën pastruese, ty të ka marrë pastrimi. Apo, sa në zakat kur e ke jap, është pjesa që ti me të pastron. Që ajo pjesa që duhet me pastru pasurinë. Ai ka marr atë pjesën, domthonjë që me te e ke pastru pasurinë, ty të ka marrë pastërti apo. Domthonjë gjithmonë ti je në përfitim apo. Andaj thotë nëse e shikon më hollësisht gjendjen e kupton se fukaraja në këtë rast është bëmirs ndaj tij, sikurse që ky është bëmirs ndaj fukaras nga një aspekt tjetër. Pra fukaraja është vetëm një simbolik e një kategorie se merren në çdo kategori apo. Thot pastaj edhe kur të jap zakatin, realisht e fillon Allahu xhallahu ala që ja ka mundsuar për me e dhon zakatin. Edhe ka mundsuar Allah me një mund dikujt. Në këtë rast nuk ket hapësirë me përmend, apo më rësh. Se realisht Allahun e përmend për begati. Në këtë rast kush është ai që ta ka begatin? Allahu te bareku teala. Jo ti. Ti kur ke dhon, dhënë e ke kozuar begati pi Allahut. Begati Allahu në dhënje. Prandaj ti thosh elhamdulillah ose që mësoj me dhon. E kur ti thosh elhamdulillah Allah që mësoj me dhon, nuk ket hapësirë mja përmend. Se ti është e ke kozuar dhënien begati pi Allahut. Nëse duhet dikush me u përmend është Allahu xhallahu, jo ti që ke dhon, apo kuptoni këtë cikël të kuptimit të zakatit. Dhënia e zakatit është begati. Begatia do në shukë ndaj Allahu xhallahu ala. Nëse Allahu e përmend, tash nuk shkojnë dyat, edhe Allahu më e përmend me falënderim, po edhe fukarat më e përmend se të kumdon. Po shkojnë se janë kundërshtim tani apo. Janë kundërshtim. Se ti po thua Allah elhamdulillah që më ke dhon. E këti për unë të këmë dhonë, tash kur thosh ti unë të këmë dhonë, e këti pëse i the alhamdulillah. Nëse ti ke dhonë, çfarë kuptimi ka alhamdulillah me thonë? S'ka kuptim, atë. S'ka kuptim, për shkak se tani është shumë kundërthënëse, është shumë kundërthënëse atë. Pastaj edhe gjithashtu thotë nuk ka kur far drejtë ai që ka realisht me nënçmu ato që s'ka. Për shkak të dhënies apo. S'ka drejt, asnjëherë. Pse? Thotë se as pasuria nuk është vlerë e as mungesa e saj nuk është dobësi. Në esencë. Për shembull, mund të themi dikush, për shembull, vetë që ka është më i vlerëshëm se ai që s'ka. A mund të themi? S'mund të themi kështu. Mund të themi pastaj për shkak që ky jep e bën e punon halla, këto të tjera janë. Këto janë tani rrethona anësore. Po vetë pse ka dikush? A mund të thushi ose për shembull kur flasin për dikën që ka qenë për shembull i devotshëm, i dijshëm, ka qenë thotë e ka pasur të met si ka pas 1 milionar apo. A mund më atë këto si të met? S'është si të met. S'është e meta apo. Nuk është e meta. Për shkak se Allah s'ka kërkuar mi pas si kaq apo.
Ma ai domthonjë që me çfarë, nga çfarë perspektivë ti tash hym qaf dikujt për diçka që as kitet më u lavdru, pa as kitet ato më qortu. Po s'ki drejt apo. Andaj këto janë kuptime që besimtarët orientojnë drejt, domthonjë çast se dur kash i dhënies, që ti gjithmonë dhënia me modesti, me përkushtim që pastron zemrën dhe ndërton urat e komunikimit e dashurisë me të tjerë, jo edhe e kundërta Allahu na ruaj. Thot pastaj roli apo detyra e dhënësit gjithashtu. Tash shiko, ky për dhënësin, tash kemi pa për marrësin, edhe ai ka obligime atë. Ama dhënësi, nga obligimet që i ka dhënësi është, domthonjë gjithmonë ta sheh kontributin të vogël. Sado që është i madh, ai duhet me zvoglu. Nuk duhet me lëmë rrit atë. Sa kum dhonë, sa kum bone, nuk guxon atë. Për shkak se kjo bie ndesh me urtësitë e zakatit. Bie ndesh me urtësitë e zakatit. Nga sa nga urtësia është pastrimi. E modestia edhe përulja janë pastrim, ndërsa vetë pëlqimi edhe mendimallësia janë shëmtim apo. Andaj ai nuk duhet kur me rrit atë çka ka bëu. Tek mund të ndrozet nëse e shikojmë logjikisht apo. Tash prapë po them në atë kuptimin e mëhershëm. E shikojmë logjikisht apo. Këtë pasuri që po jap që e ka filoni apo. Kush e ka dhënë? Allahu te barë e ka dhënë. Mirë apo. Nga ajo pasuri që ti po jap. Kush të ka thonë me dhënë? Allahu xhallahu ka thonë. Po. Mirë, sa të ka thonë me dhonë? 2.5. Sa të jetin ty? 97.5. Kur të obligativ tani, po flas. Tjera tani janë tjera çka e pa. Mirë, me 2.5 do mi ka zollat ku mbo diçka? Po edhe me 25% prap të ka me ty 75% në loptën. Apo kupton? Po 50% s'ke pas hiç, të ka pa Allahu te barekuhu teala. Ai don sado që të japësh asnjë arsye se ki as logjike, as morale, as imanore. Më të duke që çka bona. Apo lënë për pasurinë, kjo është e për dijen, për çka do kuft, nga ajo që të ka pa Allah që jep ti, kur fare arsye s'ki mundi se çka bona. Se e para është pe Allahut. Ai të ka dhon, ka dosh me shpërbly ty me këtë ibadet të kanë ru. Kaq, apo. Po edhe e dyta të ndozur, në part me ato që kanë dhon të tjerë, nëse krahasosh tani të vjen marrë, a din që veç ka shku mëne se lo që ke menuar që shtopën, apo. Çka kanë jam njerëz për këtë punë. Sa kanë imun njerëz për këtë din, sa kanë kontribuar për këtë fe, sa kanë imun fukara, ku jetë më me krahasu? S'ka njerë kur farasujet në asë të aspekt. Na përën për zekatin, të për pasurin, po mere këto edhe për dijen, edhe për guxim, për shka të kofë mere? Gjithmonë, gjemë shembuj të njerëve që realisht të kompleksojnë din palc, apo me atë çfarë ata kanë bërë për hir të Allahut te barekuhu teala. Çfarë kanë bërë për Allahut mënduar. Mere sabet e për me tabin, me njerëz të kësaj kohë që në këtë kohë ka njerëz që domthon të kompleksojnë me atë që ata bojnë për fenë Allahut azza xhel, sa që turpënohesh, veç mendje që të ka shku që unë kam bërë diçka. S'lemo edhe me u krenu për ato ose me përmend dikun Allahu na ruaj. Prandaj selefi kanë thonë ato, la yatimu al-ma'ruf illa bi thalath. Shikoni sa bukur kanë përmend. Nuk kompletohet bamirësia përveç se me 3 gjëra. Thotë duke zvoglu, bi tasghiri, duke nxitu edhe duke mbulu. Çetria. Çdo bamirësi kompletohet me çetria. Duke zvoglu, apo duke nxitu, jo duke prolongu, do ta bëja. Sa më shpejt e jap, më kompletu më jap. Sa më vonori, më manget jap. Nga se ka thonë pejgamberi, khairul birri ajilu. Pejgamberi ka hadith është, bamirësia më e mirë është ajo nxituara. Jo një më nxitu, në kuptim euforik. Po kur nëse ki obligim me dhon, do të më kryer obligim, çdo prolongim është realisht ndikim i shejtanit. Besimtari nxiton, andaj Allah ka thënë sari'u nxitoni në kaxhineti. Mandaj bamirësia kompletohet me këto 3. Kompletohet me zvoglim, kompletohet me nxitim dhe kompletohet me mbulim. Mbulaja, mos e përmend edhe i kompletuar apo. Gjithashtu edhe të ndërum vëllazër e kanë përmend dietarët këtë libër dietarë ka përmend se detyra rreth detyra 5 e dhënësit është që në dhënje të kujdeset që pasuria që e jap të jetë halal e mirë dhe të jetë, domethënë, e dashur tek ai. Tash kur flet, ky thon fillim të ndosë. Unë s'jam ka foli për fik. Në fik se gjon këto, apo kupton? Unë po flas për tash për jetimin, ndikim me urtësi po flas, apo domethënë çikaç. Se në fik nuk e gjon këtë rregull kështu apo. Ama a e gjen
në historinë e zotnive të dhënjes, në elegancën e dhënjes, po e gjenë, tërkime pa që shka një pa ta. Ndaj, thot, e para se i përket mirës, se i përket halalit me konë, halal me thonë, fa inë Allah e tajibun, Allah është i mirë, edhe nuk pranon përveç asaj që është e mirë. Gjithashtu se i përket cilësore me konë, jo me konë gjithë shka, po me konë cilësore, po flasë kur t'jap njëri me malla diçka, se kur t'jap në para, aty s'ka cilësore, se këtë njën, po kur t'jap në kuptim mallit, no, me dhonë cilësore. Nësë Allah ka thonë, wala të jeme mul khabitha, mimma tunfikun. Wala të jeme mul khabitha. Të jeme mul është, kur i shut, ku kam jam mësy, që sa jam mësy, që këtë të jeme më thënë. Mos jam mësyni më të keqës për me dhonë, thënë. Që ka çfarë shprehje Allah ka. Mos jam mësyni, do në përpara ki krejt përpara, 4-5 lloje ki, jam mësyn më të doptës, më të ligës, më të keqës, jam mësyn, që kjo pedo fukarasa për. E më të mirë ne kam për veti. Sa është kjo? Domthonë nga treguesit e kuptimit të drejtë të dhënies apo. Dhe gjithashtu ka thonë kur është fjala për macilsoren, thotë duhet besimtari pas parasysh dy gjëra. Pse më macilsoren? Pse më më të mirë apo? Për çfarë arsye? Se kjo mund të dikush po tash kjo është prive matim nga tash pse më dhon. Thotë më spori se ti po jap për ta madhnu Allahun, jo për ta pasur fukaran apo. Ti jap më të mirën, pse jap? Pse kjo është adhurim. Me që është adhurim, unë për Allahun xhallahu ala japi më të mirën se çështu Allahun e madhnoi. Në dhënia nuk është, sikur se thash fillim, nuk është veç me ja përmbush kërkesat fukaras. Ajo është një, po para kërkesave është imani, është madhnimi i Allahut te barekuhu teala. Andaj njëri për shkak kur të jap ato që se përdor vet, ose ato që është e lig, ose ato që është e dop. E thot, që ta për Allahun e kumbon jeta, për shembull, çfarë edukator shkap? Çfarë edukator shkap? Prandaj edhe mushit e Mekës, apo ajo kafshë që kon komplet e mirë, që kon në një deve e mirë, ka që kjo është për latën e prozon. Najt latë të lekshtë në që kon ka që kjo për Allahun është apo. Se Allah si duhet, se Islami ka mësuar, ke pa kurbani ka rregulla, ka kushte. Do me preti kurban me hongër vet, 2 kom të ty me i pas halal është apo. Apo. Marrë me kohë i rrezum, lëm me kohë, veç me nxon që është gjallë, do të më thërse, ti ki me hongër. Ama kurban kimi për, ja ka dal, s'bën me pas as bisht në kput, s'bën me pas as një thejt, ka rregull apo. Pse? Se kjo është lillah, kjo për Allahun po shkon. Prandaj për çfarë kërkohet për Allahun, macilsoria, jo më. Edhe këto disa dietor kanë thënë për shkakun të çështës e Kuranit apo. Nuk duhet Kur'an më dhon kohën e lirë. Jo, kur këti kryen paqja vakt për Kur'an, se kjo është pa edukat apo. Kur'ani do të më jap kohën kryesore. Ç'a del kohë tani morën për tjerë apo. Apo nuk bën që koha për gjumë të jetë koha më e përshtatshme se koha për Kur'an apo. Tash juridikisht është halal, flaj apo marrësh. Po na po flasim kuptim të formimit, të edukimit, të ngritjes apo. Edhe këtu, ne flasim për rregulla të dhënies, të fikut, se këtu ai në fillim thas për të s'ka më fol. Ama po të kallzoj që çka i bën eleganca e dhënies, i bën që më dhon më të mirën, pse? Se dhënia është për Allahun. Prandaj ti e tregon, subhanallahu, të ndonjë kjo vallahi mostore. Kjo është çe po e marr, mos më kuptoj kjo është ndija apo. Kjo ndija. Ai që për shembull, domthon flet për Allahun te barekuhu teala, po pasi përgatitet për kush veç ashtu kofta apo. A kur përgatitet për me prezantu shtëpinë vet me shit apo 100.000 kataloga e kësaj anë. Ti në shtëpi me shit apo ton kët pagesë ke bë, ton kët reklamë ke bë. Për Allahun me fol apo çat ka rënë men apo. Ku është mendimi i Allahut azza wa jalla apo. Po do të marr tek shembull edhe idejës, ose kuptohesh pasuria, edhe pasuria apo. Ça për Zotin, ça që s'përdor ato, ça që s'u vyn, që e kushfizu. Ama ajo ça është më ajo për nefsin tëmë. Mendimi i Allahut e kupton ndryshe apo. Edhe thotë e dyta, thotë e para pse jap më të mirën, për hak të Zotit e jap më të mirën. Thotë e dyta pse jap më të mirën, thotë për hak vetvetes apo. Se çysh e ke dhon ki më marr. Çfarë çysh e ke çuç të ki më marr atë javën, apo marr. Ai edhe në dunjë kur e jap më të mirën, ti ki më përfiton në fund ditës apo. Se rreth ajo komu përthy në begati dhe edhe në shprim tek Allahu te bareke o taala. Edhe gjithashtu ka thonë, me dhon më dashur. Do më dashur. Do më dhon halalin, më dhon më të mirën, edhe më dashur.
që ki në diçka që e don me dhona apo për me e thy lidhjen e zemrës me begati çfarë do qoftë Dios. Sigurisht Allahu ka thënë len tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit bamirësinë. Shikoj Allah s'pas keni s'ngjies sadaka. Ja. A doni me arrit birrin? Nivelin e lartë të bamirësisë edhe të dhënies së dur, e këtë nuk e arrini pa dhënë ato që keni më dashur. Edhe në kuptimin e kohës, edhe në kuptimin e mallit, edhe në kuptimin e nga gjithçka, më të mirën që ki që ato e donë ato njëri ato. Sigurisht është transmetuar nga Ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu se ka pas rast njerë dy herë apo. Ibn Umeri të ndërruazën ka qenë një orë që domethënë gjithmonë çka ka dosh më shumë ti e ka dhënë. Çato e ka pas rregull apo. E ka pas rregull. Andaj kam përmend një herë se ka Ibn Umeri ka pas një smunje, ka smut apo. Radhiyallahu ta'ala anhu edhe ju ka hongër peshk apo. Edhe e kanë gjetë një peshk të mirë, e kanë përgatit me hongër për mësh, edhe kër e kanë ofru peshkun, ka trokit një fukara në derë. E ka thonë qitë peshk, je penit të hanë fukara. Po ka thonë të lash në bëndë e gjetën, në për ty e këna bua. Të japëm në ti, e ka thonë qëtë je penit, edhe e ka lezua jetë në zonë që nuk mush marri përmirësin për adhonë të që e dënë mas shumë të ato. Gjithashtu është përmenë dhe për Rabi ibn Khuthejme, e kanë pas zakon. Gjithçka që ka mund me ndërhy mësime se Allah Gjellewala e kam prejapën. Si këso mire që e ka dhonë kopshtin, kur e ka kuptu se përshka këta angazhimin kopshti ka ik namazë i kindisa, për shembull. Ashtu së janë fiksion këtu si gjonë fik. Fukatës flasin, se kjo doze ronë fik më të rritu kësa. Po, se ja, kjo është largë. Fiku është, në ditë, namazë me gjemat bërë të shumit, se ulemov nuk është obligim, apo mërë, kjo pun kryet ndryshë, me fik. Ama me formim, edukim, ngritje, kryet kejtësisht ndryshe. Prandaj edhe ka një fukara në derë, edhe i ka thonë të Rabi ibn Khuthejmi rahimullah, kalip e ka thonë Rabi ibn Khuthejmi, jepja një omëlsinë të përën. Se Rabi ibn Khuthejmi ja ka kojtë omëlsinë të përën. Ka thonë, po jepë në qëka të këto për ty, ka thonë, jepë një se Rabi e din omëlsinë të përën. Në jepeni se i dënë Rabi omëlsinë të tonë, që ta pëse i du, për të më jadhonë të tonë. Rahimehumullahu ta'ala. Gjithashtu thot autori, nga detyrat e dhënësit që e tregues e kuptimit të drejtë të dhënjes, është që me kërku adresën e duhur të dhënjes. Në qëfar kuptimin e dhëmë? Domthon nuk duhet njëri me dhënë zakatin sa me kryo obligimin. Pa është ku vjen, jo. Dhënësi i zakatit duhet me këshyr, domthon ku nëse jep, mas shumë ti i pastrojët shpirti. Ndikimi është më i madh, thënë. Të nështë jep në zakatin kudo që jep në regullët, si obligim, a kryet obligimi. Mirë po, a arrihen me te dobit edhe përfitimet e tjera, jo. Andaj thot, duhet që dhënësi tjetë i kujdesshëm që marrësi t'i ketë cilësit vijuesa. Tash, të mëllozër, na prap, kur përmanë më këto, po flasim për njëherë që du me konë ngritu me konë se, jo ketë njësi njëkin këtu, pike këto sana. Mirë po, njëri, për me humat mirë, duhet, normal, si kurse edhe në punte tjera. Në çdo aspekt fesë do të më kërkuaj ato që është më e kompletuara, më kërkuaj që është më e mirë dhe më e dobishme. Andaj tek marrësi, thotë duhet më kujdes që ai që realisht zakati që ky e ka dhënë të jetë në duart e duhura komplet dhe të ketë një kthim të pastrimit në zemrën e tij. Kur kjo realizohet? Thotë kur marrësi i ka domthon cilësit vijuese. Tash ai përmend 1, 2, 3. Jo, nuk është kjo rënditje. Nëse ka i pari i dytë kjo, ky përmend tërësi cilësish. Sa më tepër se në fund thot, sa më tepër të marrësi plotësohen këto kushte, zakati është më i kompletuar. Sa më pak, normalisht e ki më pak të kompletuar apo. S'po flasim për kuptim obligativ, por për tjetër kuptim sikurse janë ato u fol
për fillimit ta. Pra nuk është kjo radhitje, por është çka? Kjo është domthon numërim i cilësive të marrësit që duhet me i pas parasysh dhënësin. Hot e para, devotshmëria. Sa më i devotshëm marrësi është më mirë për zakatin të rrotën. Ma do beshmon. Sa më i devotshëm. Thot për shembull Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awam, do djali i Abdullah ibn Zubairit, nipi i Zubair ibn Awamit. Edhe që Zubair ibn Awam ka qenë pi sahabët të pasur, edhe djali i Abdullah ibn Zubairit. Edhe tash nipi në Amiri ka qenë nga të pasur. Tash më thos se ky, domethën kur i ka njek adhurust, do të njohur, edhe domthon nga mrapa qesën me dinar, ja ka vendos kur ka rënë sejdë të komt, apo mërash, të komt ja ka vendos qesën që realisht më u ka thënë që diçka ju lash, ama pa ata kush është ai që e kalon. I ka njek ubad, adhurust i ka njek. Jo kalon tek vani i sejdës së tyre atë. Edhe i kanë thonë, e pse s'pe qënë dikon mi odhon? Për shambull, jenë shpej bëngati, dhëtë kjese, që filon e thëtë, jo thëtë se s'kam qef ata kur më u kuq, as para meja, as para delegumi tema. Nga se adhurusit të nëzër, sa ma pak jënë të ngushtuar para njerëzve, është dobi gjithve. A nësë du thëtë me i kuq kur ata që nesër kur takojnë delegumin tem, apo ndryshë si dhe me të përshka këse ose mua. E dyta thot, autori, dëmohon është nga kategoritë e përfitimit, duhet tjenë njerëz e dijes. Thot, përshka këse e përmen këtu, dhënja në adresën e dijes është përhapje e dijes. Është një kontribut në përhapjen e dijes, edhe kjo thot e forcon fenë. Përhapës të dijes, sa ma të qëndrushëm, sa ma të fortën, sa ma të pavarën, kjo është në favor të forcizimit të fesë, përshka se ata e në barqë të fesë. Përndaj edhe kjo është një prej elemente që du me pasë parasysh. Të treta, e njekune mi me njëra in'am min Allahi wahdah. Dhe më thonë, tërësat e ka përmen këtë regullon. Mi e dhonë dikujt i cili, realisht, gjdo begati që e fitan, dhe më thonë, veç Allah në falëran. Në qëra kuptime? Kjo është shumë e hollë, po shumë e përkthuje. Për shumë thot, mësë jep dikujt i cili për një zekatë në tur varë gjapëtën. O Allah e trut, o Allah është përblet. Jepi dikujt që i thot, falënirët, Allah është përblet, të dhe i sutjëm. Dikujt i cili krejt potencialin e lavdrimin dhe teje e këthen falënirë Allah të manuar. Se për ty është ma mirë. Se sa ma falënirës ajnë dhe Allah, ti e se bebi këtë lavdrimit. Ti kemi fitu për të se tash ti ki 12 me fitu, ose fuqin e lavdrimit që këtë këthen ka ti, edhe që të i hargjit e kur gjëq, edhe plus për zemër me aron, ose a i thot, Allah është përblet, normal, që këna me mësu të dhëndës të marsi, edhe ka të obligime, po a i sa ma fuqishëm e Allahun e falëran, është me mirë, për ty dhe për ta. Për ty është me mirë për shkak se, zemër ruhet ma tepër, edhe dyta, është me mirë për shkak se, kejt atë falendrim që e bën dhe Allah të aj për begatin e marrën, e fituar, vjen ty në kontën e shpëllim për shkak se ti e sebepi i këtij falendrimi. A është e qartë? Tash na po flasim, për shembull, i kena 10 vjet, i kanë 3 të parat, i kanë njëti kanë atë. Ani shkojmë te kjo e katërta, se këtu ka pastaj dallime shumë të holla. Kjo për shembull, mund të ditë ashtu edhe ai çka thot, po ka do njerëz që për shembull ju keni mund një herë edhe sart ka po e të ka qu mesazhet do non stop ai do me kon mirënjohës normal, por realisht të mon gjithmonë në tension të lavdërimit apo falëndrimit apo dikush është domthon falëndrues, po më shumë e kthen dua për ty që e kthen në falëndrim të tjetër. E nëse çto domthon vije puna me pas një farlloj vlerësimi kujt më dhon që ti thot jepja para se më dhon dikujt tjetër. Thot e katërta është don që duhesh më dhon, thot është ai i cili domon ka dinjitet në varfërinë e tij. Ka dinjitet në varfërinë e tij. Për shembull nuk është që veç ankohet, veç kanë, veç lyp, veç edhe këtë minutë dikush normal, po dikush sikur se Allah thot yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf.
ai që nuk I njeh, mendon që punë mirë I kanë thënë. Sa më I msheft, sa më I dinjitetshëm me fukarallëkun e tij, realisht është adresë më e duhur për me dhënë. Do të pesta, me pas familje dhe me pas pengesë serioze për fukarallëkun e tij. Është I smut shumë punon. Ka li punë po gjem punë. Edhe kjo është një standard. Nëse të ndozër, këta duhet me shpërbly për shkak të korrekcisë që edhe përpjekjes së vazhdueshme më pavarësisht për njëri, po s'kan pas mundësi. Ma dikush që si jep pas para, thon, a gjon punë, as gjon punë, edhe me gjet punë s'do me punu, për shembull, nuk është I smut, është I shnosh. Kjo është ai mramti që do të më dhonë. Kjo është I fundit që do të më dhonë. I pari që do të më dhonë është një që e di me dëshmi se është mundu, përpjeket, ka pengesë, mund të ketë smundje, a kish punu, po smundje me punu. Ose për shembull, arsye tjetër që janë pranuar fetorisht. Andaj Allahu ka thënë lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Për fuqarat janë bllokuar në rrugë të Allahut. Me dash, ata me kohë rrugë qel, ata ecën, po janë bllokuar. Janë të penguar që të vazhdojnë në kërkim të pasurisë. Gjithashtu thot e gjashta nga detyrat e dhënësit dhe nga tregues e kuptimit është që normalisht me fillu me të afërmit e tij apo. Pastaj me të tjerët për shkak se të ndërlozur nga rregull e zakatit disa ulemat e kanë kurzuar për pranim zakatit, thotë që zakati më së pari më udhon vend vetin, më së pari. Madje disa kanë kurzuar në mahall, pastaj në qytet, pastaj në fshat më afër madje tutje. Nëse për shembull kalon zakat dikujt në qytetin tjetër, apo shumë ulema e kanë kontestuar edhe vlerësimin e këtij zakati. Për shkak se domthon nuk realizohet edhe urtësia e zakatit. Ai zakatin duhet më dhon te ata njerëz. Disa ulema kanë përmendur se një prej urtësive është se fukarat aty vendit tash, po them tenat, po sa më vesh tenat, globalisht në moment kur njerëzit e dinë se ka zakat, kanë të pasën zakatin, domthon fukarat e presin zakatin. Thotë ky pronari kësaj fabrike, pronari këtij lokali, pronari kësaj ka vogël tash, kismet ata presin apo. Dhe ata kanë kapritje tash timi anashkëllu me shku dhe dikur që s'ka prit ty, apo kjo ka mundësi që edhe me shkaktuar ata normalisht lëndim shpirtënor, po edhe me nxit ata urrëtie për ty se I ke anashkalu ke shku tek tjerët. Tek e fundit nesër më ndodh diçka në familjen tonë, kush ka marrë me të mu? Që ta përpara, ja ata larg që atje, apo. Do ta më ndodh për shkakun diçka në fabrikë. Kur vjen I parë me gjujt ujë, që ata që I kikoshi, ata që I 200 km larg, apo. Domthonjë, shikoj feja sa larg ka menu për me I ndërtu lidhet mes njerëzve edhe me I kultivoj raport mes njerëzve. Prandaj mas parë janë normalisht dihet ajo që është më afërta, më e duhur dhe më e dashur tek Allahu te bartona. Thot se njëri I cili bashkon me sytymeve kritereve, padyshim se ka më të plotësuar dhe më të kompletuar zakatin e tij apo sadakatin e tij. E tani për sa mungojnë ato edhe tani edhe merr edhe vlerësimin e vet sadakaja apo. Thot tash wadhaiful qabid, detyrat edhe domthon obligime që I ka marrësi. Këto ishin ato që duhet të kujdes dhënësi. E marrësi çka do të bëj? Mas po të ndërzer, kjo është shumë rëndësishme me kuptu këndare që ka bëu autori. Se ka herë për shembull detyrat e dhënësit I merr marrësi. Apo e thot çora nuk bën me livdu shumë njerëz se kjo është detyra jote, detyra e këtij është apo. Ky tash të marrësi, nuk thot nuk bën me aty Allah shpërblet, ja, ti ke tjetër detyra. Na keq ka falem është dhënësi. Prandaj duhet mi do detyrat apo. Mos I përzi. Obligimet e këtij që janë nuk duhet me I marr dikush tjetër, ose për shembull me I keq përdor kundër atij tjetrit apo. Gjithkusht duhet me kuptu pozicionin që ka dhe çka ngarkohet ai në bazë të pozicionit që ai e ka. Për shembull, dallon kur njëri është bab, e dallon kur është djalë. Dallon për shembull kur njëri për shembull është udhëheqës I 10 vetëve edhe kur është punëtor I një udhëheqës I ka 10 vetë. Dallon hesapi apo. Tash hadithe që kanë bojnë për koreksinë për me dëgju I bojnë tamam kujna në punësit. Nëse aty punëdhënësit I bojnë tamam hadithet e drejtësisë, e korreksisë, gjithkusht të marr hadithe vetë apo jo mi përzi hadithet apo.
Edhe ka një ndo që përzien edhe përfitimin nga hadithi me zburët dhe grus. Burri merr hadithet që me kon gruaja, e gruaja merr me kon burri, apo. Ja, gjithë kush i ka vetë apo. Nuk mund të më marrë. Po si këshill, si porosi që po Allah për ty në rregull në kjo punë. Na duhet më këshillu mes veti, por se duhet më spar me qyt vetën. A e ke plesu ti tuaj apo? Çka është më rëndësishme? Edhe në çdo kategori apo. Tani shko tutje, na për shembull tash themi që jo dietar e mirë ata s'po bujnë, ti çka ke bote? Në ato që ti ke mundësi për shembull. Në gjithmonë jetë me qyr kompetencë të veta. Me qyr gjithmonë njëri do mund punë të veta. Për çka kimi dhon llogari për Allah të mandum. Çaq. Për çka kimi tek Allahu që kjo është ajo që takon ti. Çka s'kimi dhon llogari, s'është e jotja. Ai ky shko sa bukur ato. Don kompetenca dhe detyrat e dhënësit. Tash marrsi. Çka ka marrsi? Thot e para është që duhet ta ketë parasysh çdo përfitues. Shikoj vëllai. Çdo kategori përfituese nga dhënia dikujt. Duhet ta kupton se ai pari duhet me kuptu, edhe ky dy duhet me kuptu. Te duhet me kuptu se kuptimi është shumë i rëndësishëm. Me kuptu pse ty Allah ta ka obliguar me dhon. Edhe ti që merr, pse Allahu ta ka leju ti me marr? Pse? Thot e para është që me kuptu marrsi. Me kuptu marrësja që merr përfituesi, me kuptu se Allahu te baraka ve taala ja ka obliguar dhënësit me të dhonë që ti me kun më i lirë në kërkimin e atë që është Allah i kënaqur. Nga se nëse jenë fukarallëk, s'u shkon xhamia apo. Nëse je këtu smush me këtë punë. Andaj që ti me kun më i shkarkum. Shikoj se ka përmend e para që ti mungi apo. Po që ti mos me pasë me shkon haram. Për çata. Çka kuptimi ka për shkakun njerëz ndihmojnë ti për haram shkon. Çka kuptimi ka? Ti se ke mundsu realisht kompletimin e funksionimit të zakatit apo. Andaj Allahu xhallahu ja ka obligu pasanikut me i dhon fukaras që fukaraja me u mjaftu me dhënjen në nivel që nuk e bën me kalu atje ku Allahu nuk është i kënaqur. Me kënaqë Allahu në mënduar, në çdo aspekt, në adhurim, në kërkim halal e tjera. Thot e dyta është, domthonjë që me e falendruar dhe me qenë mirënjohës, me qenë mirë, shikoj, nuk është sikurse dhënsi, tash marrsi, duhet me falëndru. Duhet me qenë mirënjohës, thot mirë po, subhanallah, e ka thonë këtu një fjalë shumë të fuqishme, thot bi miqdari shukri sabab. Thot me falëndru për aq sa realisht e meriton dhënia më. Dikur për shembull të ndozur të ka dhënë sasi caktuar, çfarë do kofta më. Ço dikush apo thon çash i lavdë, çfarë thosh ja ka gjysmë dunjas. Se këta një këtu s'ka sinqeritet, këtu ka lajka, këtu ka hipokrizi këtu, apo s'ka sinqeritet këtu. Pastaj është rrezik për tjetrin, që nësaj për shembull me çikaq ton kit lavdë merr, shkon tani çuhet menja që apo që kom jap i komunimu që njëri sa fjalë më ka thon, gjithçka çrregullohet. Dhe e falëron çdo kon për aq sa të ka dhon dhe për aq sa ke përfituar nga që ka dhon atë. Kështu dikush të ka dhon me një kohë caktuar, po nuk është sikur dikush të ka dhon një kohë caktuar. Pastaj aq që të ka dhon nga dunjoja, nuk është sikur sa që të ka nga ahireti. A fjalë tash nëse ti për shembull dikujt për po them kush i hajë për 1000 euro, të na të lavdë bën. E aq të kam mësuar fatin, çfarë do të më thonë atina? Ti vetëm më ron sejtë, se s'të më kurrë apo. Në hudhu billah. Kujdesu, mundohu që çdo kujt më ia dhon falënderimin, mirënjohjen e duhur me kulturë, me edukat, por që formulimi të jetë në përputhje me përfitimin. Jo për te kësa me te kalu që me kalu pasaj në hudhu billah njerëzit në lajkatime të panevojshme, në hipokrizi, si kurse sot e kemi fatkeqësisht në kohën tonë. Lav, tani se te ka shpinë, ose një që ka më që plesu, e harran për 700 vetë kur si bjen mena. Kjo së sinceritet, kjo një ka sinceritet. Andaj, thot që me falënërua. Thot mirë, po për sa ka kadrin, sa ka do më vlerën dhënja. Nga saj që nuk i falënër njerëzit, nuk ja falënër Allahun te bareke ve teala. Thot, wa min tamami shukr. Nga faktorët që e bëjnë shukrin, falëndrimin dhe mirënjohjen të kompletuar, thot është mos me e nënçmuar dhënien. Njëri ka unë që ka sa kapën. Mos me e nënçmuar. Mos me e përbusat, ai që më ka dhënë. Ose për shembull më thon,
Qakoaj kë që më kalon së korgjë. Qakoaj është për limitina. Njëtë ka nërut kalon, bëho mirë njësë. Thot, mos me qërtu. Mos me është përfasht metët. Në që më kalon të përqyre ku e ka këto. Si një vëtim, loja njëri tonë. Nëse të kalon, e ke bo ka bull me marë, ndosh me ko mirë njësë. Nëse nuk të përshtat, ose është që ai veç për të me t'i këqovë, dhe në falë, po së është për mu. Edhe qa që i ratë, ama ke pranu me e marë, tani plus mos mirë njësë, edhe qërtus, edhe ofendus, nuk shkojnë. Dhe gjithashtut, nga shukri është, do më thonë, sikur që ishte, thot, tek dhënsi zvoglimi, tek marë që është rritja, pëtën. Jo me stërmadhu, po, do më thonë, me shprej atë përfitimin që ta ka dhonë, jo me zvoglu, po me rrita, pëtën. Gjithashtu, thotë, se ky falënderim edhe kjo rritje e kësaj begatisë që të ka dhënë ai, thotë nuk bie ndesh me falënderimin e Allahut mënduar. Nëse dim që Allah e ka dhënë, po në kuptim të sebepit, ka thonë se fa innahu man la yara al-wasitata wasitan fa huwa jahil. Ai që nuk e trajton ndërmjetësuesin o jahil, është njerëz. Se Allah e ka bërë këtë ndërmjetësues që ty me të orë begatia. Kush e ignoron këtë këto, thotë, ky si s'ka Allah ka pas maqu. Ignorimi i kësaj thotë të jahil atë. Shiko, nuk ka njerëz thotë po çap, po mos më ballçu Allah edhe mos më pallon ky, ose mos më mësu ky, ose mos më ndihmu ky, Allah e ka caktuar më kishë dikun tjetër. Ja, kjo është ignorancë. Kjo është jahil. Nëse na dim këtë punë, por edhe vlerësimi i ndërmjetësuesit është treguesi i edukatës. Thotë gjithashtu edhe se mohuesi thotë fejnë me munkir, mohuesi ai që domon e vlerëson begatin, thotë ai realisht nuk i shefar ndërmjetësues apo. Po gjithashtu e treta që duhet pas parasysh marrësi, domosdoshmë është me shikuar në atë që merr, a është halal apo? A është halal apo? Për shembull, ka dikush që mundet me dhënë zakatin e dikuj që nuk është pasuria e tij. Kushtimisht të nëzë. Nëse burri ka pare, i rrinë të shtëpia 100.000 euro, edhe s'do me dhënë zakat. Gruaja më shef se i merr 2.5, edhe i thët që se burri s'do me dhënë, po unë e pjedhove që me se ka zë burri që i ke marë, se po të me dhënë zakatin. A në gjithë që këtë zakat? Ja. Ja, inë me l'amali binijat, pasuria është e burrit, edhe vepra vlerëson sipas niyetit. Ky s'ka pas tjetër me dhon. S'ban me dhon. Andaj s'ban me marr. S'ban me dhon për shkak që valla gruaja vet i ka pru çfarë bëhet me vetë. Ja, ti e din shumë mirë që s'ban. Pa me pas kujdes në marrë po me kon halal. Edhe në aspektin e burimit me kon haram, halal, po në aspektin e përmbajtjes me kon halal apo. Nga se normalisht njëri sa ma tepër largohet nga dyshimet, kjo është më e pastër për të aptën. E katërta thot nga edukata ose nga kërkesat e marrësit është që an yatawaqqa mawaqa shubha fi qadri ma ya'khudh. Të ruhet jo nga prejardhja e pasurisë, por edhe nga sasia e marrjes. Nga sasia e marrjes. Andaj të merr për atë sa i lejohet dhe mos më tepruar. Prandaj, nëse është për shemb borxhli, edhe ka bosh, po them kushtimisht 20.000 euro. Vjen dikush thotë, nëse je borxhli, i thon borxhe e kam një zakat 30.000 euro ti kështu, thotë po valla borxhlium. Ama s'ka thënë që i ka 20.000, 10.000 merr, ja haram zbana, po sa janë tuaj ato. Se ti po e merr zakatin për me la borxhin. Borxhi është 20.000. Po ky më dha vet, ti duhet më kallzu, unë jam borxhi 20.000. Merr vet sa aki për mbushje e nevojave për kategorinë që je, apo për kategorinë që je, apo. Edhe fukaraja çaq, edhe miskini çaq, do të më ditë sa më marr për më i përmbush kërkesat e vetë, jo për te, për kjo është nga domthon kërkesa që duhet të pas marr si parasysh apo. Edhe pse dietar ka mos pajtim tani, domthon se sa është ajo që duhet të pas parasysh, po mendimi më mesatar dhe më i përshtatshëm është
që me marë për asë sa i mjafton një vjetë. Një kategori që i ke zgjedh me një mu, duesh me i dhonë, nëse ki mundësi, po thëmë prapë, me i dhonë, ose a i mund të merë, deri sa i mjafton një vjetë. Pse? Ka thënë zba me marë ma shumë se një vjetë, për faktin se nëse merë ma shumë se një vjetë, i ka hi në hak ati që është dash me marë në qëti vjetë. Nëse merë sa një vjetë, merë të aman dhe vitë nashëm. Nëse vitë nashëm pavarësohet nga zekati, s'merë mu. Nëse ka nevojë për zekat, hinë prapë në radhën e dytë të zekatit, merë sa ka nevojë për një vjetë. Mendaj, të ndërëzë ka erë disa njerëz dojnë me dhonë zekat me një mu, edhe për shembull, patëm kushtimisht, i ka 2.000 euro zekat. Apëton, jep, 20 fukarave, aty ka 100 euro, për shembull. 100 euro sahi, po, ma mirë me edhe njënit që i përmbush të kërkesa për një kohë caktuar, se sa, asë njëri për ty nësë përmbush, asë kërkesën ma minimale mujore, se mos flasim vjetore. Në shiko, ka fik të jo bashkë ashtu qysh me në njëri obligimin, edhe marë se du të me dhonë, në sa ka nevoj, por edhe dhe se du me pasë parasysh që me ja përmbush nevojat fukaras, ose kategorisë të caktume, që aty e qenë zekatin, se dimi që jenë 8 kategori, janë qasoj kategori që ka vendosë me adhonë, duhet jetë mundësisht i përkushtuar që me e plëcu kërkesën e qasoj kategori për një vjetër. Që kjo, kur përmbush dhe e kërkes, kalën të ndonjë kategori tjetër, nëse i ka mundësita. Këtu e në disa pej regullave që kanë bëjmë me zekatin, edhe në fund autore ka përmbyll, mështë pak po merr kohë që të përfundoj se mos të dajmë një kapitull veçantë, e ka da edhe për sadakan e përgjithshme. Domthon ka zakati e obligim që kjo është që i përmeni, edhe këto rregulla të ndërlozën që vlejten për zakatin në aspektin e palës së dhënësit, edhe në aspektin e palës së marrësit, vjen për sadakan. Mirë po, pse i ka veçuar zakati? Për shkak se zakati është farz. Sadakaja është nafile. Vullnetare. Për këtë arsye, mas parë duhet farzi më rregullu, që është duhet tani nafile, tani vullnetare. Mas parë me ditë farzi që me kry, që me plotsu, pastaj me i qytet. E këtu ka përmendur disa prej argumenteve që flasin për çështjen e sadakas, po megjithatë po e lë për një ditë tjetër se ka disa ditë që ndoshta më mirë mi komentu pak më gjatë, me përfundu më tepër se sa me kaluar për to, nëse janë adite shumë inkurajuese, domethënse që vetëdijsojnë në aspektin e kontributit të dhënies në mas të madhe. Andaj të ndrum këto janë disa prej urtësive edhe sekreteve që duhet mi pas parasysh në jetësimin edhe në zbatimin e obligimit të zakatit. Edhe kjo ishte ndarë me dy palë. Pala dhënëse, çka duhet me pas parasysh kur t'jap, edhe pala marrëse, çka duhet me pas parasysh kur të merr. Megjithatë ndërsa duhet me veç me përfunduar me një fjalë. E kuptu që zakati është rreth mirësi e Allahut, është bujari e Allahut, është mëshirë e Allahut ndaj robëve të tij. Edhe mëshirë ndaj dhënësit, edhe kujdes e mëshirë ndaj marrësit. Mbi gjitha, domethënë zakati është rrugë për xhenet. Sa më të mirë këtë rrugë e shtrojmë, sa më qetë e shtrojmë, më lehtë kalojmë atë. Edhe është madhnim ndaj Allahut edhe investim për vetveten. Kush jep për me madhnu Allahun dhe jep për vetveten e tij. Çdo kush, edhe ai që merr për me madhnu Allahun te barekotala, me Allah ja kaloj me marr, por jo, domethënë me e keq përdorur në emër të madhnimit, me arrit përfitimin nga se ka drejt ose naudhu billah që në dunjë me marr atë që nesër i bëhet pengesë për me kalu lërshëm e rahat në xhenetin e Allahut te barekotala. Dhe këtu Allah i kalon rregullat e pastaj çdo kush, sikurse Allahu ka thonë belil insanu ala nafsihi basira. Çdo kush i din tani punën e veta çush ja bën, edhe dhonsi edhe marrsi. Dy palë mund marrësu sa dush, apo mirë po arsyetimet e tyre i din veç Allahu te barekotala. Andaj mirë që njëri çdo veprim që e bën me e bë në investim të pastrimit të njerëzve, nga se vallahi nuk ka investim më i madh se investimi që bëhet në pastrimin e shpirtit, qoftë në aspektin e marrjes apo qoftë në aspektin e dhënjes. Allahu xhallahu kur ka lavdu Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, do në dy situata në Kur'an që është përmendur Ebu Bekri, është ndërlidh kryesisht për dhënien. Në surën An-Nur Allah i ka thonë mos u ndalni ju që keni jap aty që ju shohin, ju që keni dhënë. E ka lavdu Ebu Bekrin dhe e ka nxit
me dhonë që Allah më ia fal atij. Edhe në surën El-Lejl kur e ka përmend Allahu xhallahu ala, domthon ose yujannabuhal atqa, kama u largu, kama kon nan kundër komplet xhenemit apo. Shikoj, yujannabu asë kur kemi komentuar me kon xhenemi me një e ti me një. Në hiç as përshëngatës si këtë nan e kundër tje. Kush ai? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jap për më pasru. Ulemat ka thonë me ijma, në shumica dërmuese dietare e disa kanë sill konsenzus se çito ajete flasin për Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka dhënë në Mekë për me i liru besimtarët që janë persekutu nga dhuna e Kurajshve të Mekës. E Allahu xhallahu tër atë kontribut të Ebu Bekrit, domthon e ka përmbledh yu'ti malahu yatazakka, që jap për me u pasru. Në çdo investim, çdo dhënie jote, çdo kontribut joti, realisht është pastrimi i shpirtit tën edhe afrim tek Allahu te barekutaala. E të ashtu gjithkush e qyr punën e tij, sa do të më pastru zemra e tij, sa do më lidh me Allahun xhallahu ala, dhe sa do më investu për veten e tij nesër me gjetë të shëmfishuar tek Allahu te barekutaala, sikur të imam hadithe sinqeritet inkurajuese për dhënën që inshallah do të jem pjesë e dersit të ardhshëm. Allahu xhallahu ala i pastroj zemrat, na i pastroj zemrat, por edhe Allahu na mëson që atë pasojë që na ka jap tjetë e manifestuar në nështrim dhe përulin dhe Allahut manduar, dhe që ta mandojmë Allahun xhallahu ala edhe kur kemi edhe kur s'kemi. Në gjithë situatë, edhe kur japim edhe kur marrim, të shihet dukshëm mandimi i Allahut te barekutaala dhe ndikimi i imanit në jetën tonë. Allahu ju shpërblet me kaq po të thonë sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.